Përshëndetje krejve. Sante do të folmi për lojën e Kosovës që do të zhvillohet nesër në stadiumin Fadil Vukri në ndeshjen play-off për kalimin në Ligën B, për kualifikimin në Ligën B. Edhe shpresojmë që do të fitojmë Kosova me Islandën, edhe unë besoj që kena shumë zhansa për kualifikim. Ndeshja nuk do jetë as pak e lehtë, ama inshallah me ndihmën e Zotit do të kualifikohemi në Ligën B. Edhe ndeshja nuk do të jetë as pak e lehtë, ama unë shpresoj shumë për fitore, edhe unë besoj që gjemt kanë dhënë maksimumin. Edhe do të kalojmë më njëherë te lista e Kosovës që ka bërë Franco Foda, Amir Saipi, Arjenet Moric, Visar Bekaj, Mergim Vojvoda, Florent Adorgjonaj që është lëndu në momentin e fundit, Amir Ramani që është pak me lëndim, ama normalisht nesër do të luajë. Ilir Krasniqi, Lumbardelova, Fidan Aliti, Andi Joti, Lar Paçarada, Donat Rodhani, Dion Gallapeni, Erman Krasniqi, Emir Saiti, Valon Berisha, Vesel Demoku, Elvis Rezbeqaj, Lindon Emerlou, Baton Zbarxhexhaj, Lirian Abdullahu, Milot Rashica, Fisni Kaslani, Florent Muslia, Alben Ramani edhe Vedat Muriqi, edhe Fisni Kaslani edhe ai u lëndusi Adorgjonaj në momentin e fundit. Edhe shpresoj që keni mu kthy shumë shpejt në formë, edhe që shpresoj që është lindimi i lehtë. Edhe shpresoj që Amir Ramani nesër do të starton se u vro pak në lojë, ama besoj që nesër do të jetë në fushë. Edhe shpresoj me fitore, edhe unë besoj si që thash porzit se Kosova ka me maksimumin gjemt, ka me maksimumin edhe shpresojmë që fitojmë. Ama ndeshja nuk do të jetë as pak e lehtë. Ama tashti po folmi pak për listën, unë s'pe kuptoj qysh Nimiritan Korenica mos po ftu. Qysh Nimiritan Korenica që është super form mos më ftu. Unë nuk muj me kuptu. As një pik, nuk muj me kuptu. Qysh Nimiritan Korenica që është në form, në klubin e vet, që po jep golla, që po shënon golla, që është në top form e që po ka minutash të madhe mos më ftu njëri. S'po kuptoj, FFK, unë nuk po kuptoj çka ne tu bë, nuk po kuptoj asgjë, nuk po kuptoj kurrë hiç. Kurrë hiç nuk po kuptoj. Qysh mos më ftu Nimiritan Korenica, unë s'po kuptoj. Njëri djali është në super form. Qysh mos më ftu? Është në super form, o Agemademi. Njëri është në super form, as gjuna mos më ftu, tani po thojmë pse po na hiqin lejtar, pse s'po vin lejtarët. Po hajde Allah i lebe, po kur i kik se lejtar në form, do të mi thirë në listë. Edhe qysh një drëllën Azrullaj mos më thirë, qysh? Nuk e kuptoj, edhe janë super form, edhe po jep golla, po shënon golla, po ka minutazh edhe s'po thirret. Unë s'po kuptoj, një Arbër Zeneli, pse mos më thirr as Arbër Zeneli? Pse? Unë s'po kuptoj, unë nuk e di. Ama unë shpresoj që këta gjem që kanë mbrojtur kanë maksimumin, ama veç nuk po kuptoj çu s'po thirr Azrullaj edhe Meritan Krinića që janë në super form. Unë s'po muj me kuptu, nuk muj me kuptu. Janë super form me klub, kanë minutazh edhe po hapin golla. Çka po pritni më shumë? Çka po pritni më shumë? Oj FFK. Çka po pritni më shumë? O Agemademi. Çka i tu prit më shumë ti? Se unë s'po të kuptoj. S'po më sen kësi me kuptu pideje. Çdo lojë po ka sen e palidhe me ty. Unë s'po më kuptu Agemademi, s'po më kuptu unë. Le e vëlla, qysh njerëz djemt janë në super forma veç nuk pithirni. Edhe kena një mungesë shumë të madhe, Edon Zhegrova nuk u ftu se është në lëndim, edhe është një humbje kogja e madhe, po shpresojmë që kemi kthy sa më shpejt Edon Zhegrova, edhe na këtë Kosova jena me ty, këtë Dardanet jena me ty, edhe këtë Shqiptaria është me ty, jeni rithor talent edhe shumë po na mungon në këtë listë, ama unë besoj se çta gjem që janë në listë kanë maksimumin për fitore. Formacioni jem personal që do të jap çtashti, Aromorish në port, Mergim Vojvoda, Amir Ramani, Delova, Lar Paçarada, Florent Muslia, Elvis Rezbeqaj, Valon Berisha, Milot Rashica, Vedat Muriqi edhe Donat Rodhani. Ky është formacioni jem personal që mendoj që është më mirë, ama kjo është mendimi jem, tashti secili ka mendimin e vet kësaj që thonë na. Ama kjo është mendimi jam për formacionin për nesër. Edhe Milot Rashica na ka thonë në konferencë për shtyp, do të jenë 2 ndeshje të rëndësishme për ne dhe synojmë fitore për të provuar edhe në paraqitje në Ligën B. Ndeshjet ndaj Islandit do të jenë ndryshe nga ato që i kemi luajtur deri tash. Shpresojmë në fitore, edhe shpresojmë që do të kualifikohemi në Ligën B. Ndeshja nuk do të jetë as pak e lehtë, por shpresojmë në fitore, edhe inshallah kena me bën ndeshje të mëdha. Franco Foda po na thotë në konferencë për shtyp, atmosfera e përgjithshme është shumë e mirë. Valon Berisha dhe Amir Ramani kanë stërvitur me pak se të tjerët dje. Për shpresoj që të gjithë do të jenë të gatshëm për ndeshjen e nesërme. Islanda ka një ekip të mirë taktikisht, por ne duhet të luajmë në mënyrë të koncentruar
që nga prekje par e topit, të zbatojmë ideat tona në fushë, të bëjmë presion nga fillimi dhe të bëjmë lojë kompakte. Po, nuk të qitë loja as pak e si islandes janë fort fizikisht, na do të me shku në çdo duel me njëherë, si të e nis loja, na do të me lut me njëherë 100%. E ju mu prit pjesa e dytë as diçka, jo me njëherë, si që fillon loja, do të me shku në duela, a dhe me luftu si Luana. Se nëse loja është në Prishtinë, është loja në Fadil Vukri, do të prit për gjithë tifost, për gjithë Dardanën e për gjithë Shqiptarinë, e për ta bërë krenar të gjithë shqiptarët, e të gjithë Kosovën, e të gjithë Dardanien. Edhe nesër shpresojmë në fitore të madhe, forca Kosova, forca Dardanet, ne jemi Kosova, ne jemi Dardanet, edhe ne jemi shqiptarët, edhe inshallah shpresojmë nesër në fitore të madhe. Unë shpresoj që kena me fitu, inshallah, me ndihmën e Zotit, po ndesha nuk do të jetë as pak e lehtë, ama inshallah do të fitojnë nesër. Forca Kosova, forca Dardanet. Duam fitore!